Vajzat në Danimark do të përballen me 11 muaj shërbim ushtarak kur të mbushin 18 vjeç pasi ndryshimet ligjore hynë në fuqi këtë të martë. Në bazë të rregullave të reja të miratuara në parlament, vajzat do të bashkohen kolegëve djem në sistemin e lotarisë, që do të kërkojë atyre të ndërmarrin periudhën e rekrutimit. Ndryshimet ligjore u miratuan pasi vendet e NATO-s vendosën rritjen e shpenzimeve për mbrojtjen në një kohë kur shqetësimet për sigurinë në Evropë janë më të larta se kurrë. Deri më sot, vajzat daneze lejoheshin të përfshiheshin në shërbimin ushtarak nga mosha 18 vjeçare, por vetëm me dëshirën e tyre. Por tani nga e marta, si femrat ashtu edhe meshkujt që mbushin moshën do të kërkohet të regjistrohen. Vullnetarët do të rekrutohen të parët me kuotat e mbetura që do të mbushen me anë të sistemit të lotarisë. Ndryshimet përfshin edhe rritjen e periudhës së rekrutimit për adoleshentët nga 4 në 11 muaj. Rreth 4700 danez, burra dhe gra kryen shërbimin e shkurtuar ushtarak në vitin 2024, rreth 24% prej tyre që ishin vullnetare femra. Rregullat e reja mbi regjistrimin pritet të rrisin numrin tërësor të rekrutëve në nivel vjetor në 6500 njësi brenda 2033-shit. Danimarka po ndjek kështu shembullin e vendeve fqinje, Suedia dhe Norvegjia, të cilat rikthyen shërbimin ushtarak për gratë në vitet e fundit. Në mars, qeveria njoftoi gjithashtu rritjen e shpenzimeve për mbrojtjen me 5.9 miliard dollar për 5 vitet e ardhshme për të përmbushur objektivat e NATO-s.